A keni ndonjë koment për skandalin Milion Shënua Energji? Po, është me skandal si masteje, po nëse të proç. Ju keni dëgju për Noa Energji. Më lejet ju them, pa asnjë fije dyshimi dhe e mirëpresin çfarë do hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt, i rekomandoj dhe për speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktorët që sollën Noa Energji në Kosovë. Asnjë zyrtar i lëvizjes vetëndosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energji. Zënja Kusari, a mundesh shkurt lutem një koment për skandalin e Noa Energjisë? A ki ndonjë koment? Po, për apoj për një takim tjetër. Jo, a jeni për skandalin që s'ka zyle fare një program të kaq të madh. Po besoj ju ty jeni Një gazetar ju jeni deputet. A më na tregoni pse s'po reagoni fare për skandalin e Noa Energji? A keni ndonjë koment? Leonor. Ta mendon që po heshtin deputet? Pa duket skandal, zotë Vaqinovsi që është një prej kompanive më të mëdha, i ka veç 2 punëtorë edhe s'ka zyre fare Kosovë. Pajtohemi që të kallëzova që nuk kam shumë informacion që më mujtë më dhëmë përgjigje për pjesë. Të marrë vesh këtë farë punën e shitjes të energjisë apo diçka tjetër. Unë thash që nuk e di çish funksionojnë, do të thotë operatorët që merren me shit blerjen e energjisë elektrike. Nuk e di. Sa duhet me pas mundur, apo duhet me pas, apo nuk duhet me pas, nuk e di. Sa? Do të thotë diçka që dikujt i duket skandale, do t'i duket gjithë Kosovës skandale. Kështu që mendoj që nuk është shumë e rëndësishme me u marrë me lllavet njerëzve kot, prandaj është mirë vetëm me i verifiku këtë raste. Por ju vetëm nuk është skandal. A keni ndonjë koment për skandalin Milion Shënua Energji? Po, është me skandal si masteje, po nëse të proç. Ç'është skandal? Është një prej kompanive më të mëdha e cila i ka vetëm 2 punëtorë.